jam në Tibet, në të që quhet Qatia e botës, në një prej manastireve më të shenjtë tibetian. Lartësia është 4820 metra. Është jashtëzakonshme për të ngjitur këtu, duhet të kesh oksigjen me vete, se është e pamundur të ngjitesh. Tibeti është rrafshnalta më e lartë e globit, mesatare prej 4200 metrash, por lartësinë më të madhe ka rreth 7700 metra, dhe këtu ndodhen disa nga manastiret më të shenjta të budizmit, pra budist, ndërkohë që po mundohem t'ju tregoj pak pamjen e gjithë rrafshnajës. Kemi ardhur nga ato dy, nga i tempulli atje, ngjitur në këmbë rreth 500 metra lartësi. Këtu i gjithë manastiri është i ndërtuar brenda shpellave. Të gjithë mezi marrin frymë. Very tired. Yes. Tashti po mundohem të eci. Keni parasysh që duhet eci shumë ngadalë, sepse nuk arrit dot të mbushe me frymë. Vazhdimisht duhet të hedhësh oksigjen, duhet të mbushesh me oksigjen për të ngjitur në pikën më të lartë të këtij manastiri budist, që konsiderohet më i shenjti i të gjithë Tibetit dhe një nga më të shenjtët e gjithë budizmit në botë. Tibeti ka rreth 5 milion banor. Kryeqyteti është Lhasa ose kryeqendra. Në vitin 49 është marrë nga Kina. Se duhet ngjiten tani, që nga shumë e vështirë. Mësoj duhet jetë ky drejtim, apo duhet ngjitem këtej. Nuk e di nga duhet ngjitem, po do të shkoj në këtë drejtim duket. Vazhdoj. Shifeni se si duket edhe manastirin këtë drejtim. Jam duke u ngjitur, thash, në një nga vendet më të shenjta budiste, po mua ç'mundesh me këtë shkallë. Shumë. Gati e pamundur të ngjitesh. Do t'ju tregoj pasaj me syzet e metës dhe pamjen e brendshme të shpellave. Nuk jam akoma afër. Shifeni tani se ku është vendi ku lën makinat. Ky është manastiri. Kemi ardhur nga kjo rrugë këtej. Duhet ngjitem atje në maj. Tani dukem pak më i mësuar me lartësinë. Që të vish në Tibet, duhet një leje speciale nga Republika Popullore e Kinës. Zakonisht merret me një agjenci. Pa atë leje speciale nuk vjen dot. Dhe leja nuk jepet kujdo. Jo afrohem duket. Ky këtu është tempulli kryesor, edhe gjithë tempullit poshtë. Shife. Vazhdoj të marrë oksigjen. Tani duhet jem mbi 4880 metra lartësi dhe shkoj rreth 4950 metra. Zogj në të lartësi e çuditshme. Tani po afrohem. Bësh në këmbë gjitjen në Tibet nuk është e zakonshme, por manastiri më i vështirë. Është manastiri që do ngjis mas 3 ditë në Butan. S'duhet të flas. Po unë sëri do të pa folur. Shifeni tani ku afrohem.
Shkallët e fundit. Po këto s'po i ngjis dot. Këto mbarova. Tani shifeni sa bukur është. Qatia e botës. Te i vijon manastiret e tjera, te i hyn për manastirin që duhet përdorë syzet e metës tani. Dhe këtu shihni se çfarë pamje ka e gjithë Tibeti. Çfarë mrekullie. Mos harroni asnjëherë, nëse keni mundësi ta vizitoni Tibetin, është një vend i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm. Edhe murgjit. Të vendos syzet dhe ty tani të shoh brenda se duket. Se kam frikë, ikën murgjit. Po futem brenda tani. Këtu jetojnë murgjit. Edhe Buda. Ngjitëm këtej. Shpell. Të gjithë manastiret të ndërtuar brenda shpellave, si shpellat tona eremite. Shqipe ka futesh. Yes.